Hajde një herë të shok. O, ja vu pëlqen emision. Fakt për këtë 2012 fitoj edhe më çmimin e parë. Wow, sa bukur. Që asë një nuk e kam të regur shte pare, pa më paguni për këtë intervjit. Si që e bjuen tartufin, ne do të bjuem si për havjarin. Miq të nderuar, për ju, veçanërisht, shef Faruk Neziri. Faruk, mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta e nderuara, mike. Si shefi më i mirë në Itali, Po, me pjatën e peshkut. Po, 2013 shpallin edhe njerë si talent i përsosur për sosmëri në botë italian. Ti pas ke mungi që shto ty provu. A është gati? Shumë bukur, hajde. E maj mend kur kanë ardhur me marrë për me na sjell periferinë e Romës, unë jam shoku, kemi flet me një rollot 18 vet burra. Kur shkova në Macedoni, lidhi kjo fejesa me nusën time. Që nga momenti që e pash tash kjo tash do të bëhet gruaja ime, pik. A pytet Hanifja ajo? Jo, u kri puna. Falenderoj Zotin për çdo të mirë që më ka dhënë, po besoj që mbi gjitha fëmijët se janë investimi më i madh që posedojmë ne. Gjithë këta që i kam kaluar, që i kam konstruktuar nga zero, këto janë zero. A në ka lidhje diçka me gratë, nuk i hapi. Nuk e di. Nuk e di, Jo, po kjo ka vendos me mla pa grue. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins. Edhe miq tanë mundet Faleminderit shumë.